Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut i gjithë mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot, inshallah, me ndihmën e Allahut, do të flasim rreth temës rreziku i ndjekjes së dëshirës sipas Kuranit dhe Sunetit. Në ajetin 153 të surës An'am, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kjo është rruga ime e drejtë, thot për Allahu. Prandaj ndiqeni atë e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e tij. Kjo është ajo që porosit për ai Allahu për të ruajtur nga të këqijat. Ajeti i bekuar na urdhëron që të ndjekim vetëm rrugën e Allahut fuqiplot, sepse ajo është rruga e shpëtimit në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Rruga e Allahut do të thotë të besojmë në Allahun dhe të adhurojmë vetëm atë. Mirëpo, ka njerëz që kanë zgjedhur të adhurojnë dëshirat e tyre. Dëshira apo al-hawa në kontekstin islam përfaqëson dëshirat e pakontrolluara të nefsit, të vetes, që bie ndesh me urdhrat dhe udhëzimet e Allahut të madhëruar. Dëshira shpeshherë bëhet pengesë për udhëzimin e njeriu dhe ajo përbën një armik të brendshëm shumë të rrezikshëm. Pra kushdo që pason dëshirët e tij, adhuron dëshirët e tij, ai njeri është i humbur, si në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Kurani i shenjtë, i cili është sqarues për gjithçka, është libri i jetës. Na mëson se si të jetojmë në këtë jetë. Na mëson se si të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Ai, në Kurani, na flet edhe për rrezikun e madh të pasimit, të ndjekjes së dëshirave në këtë jetë. Ka shumë ajete që flasin për këtë çështje. Ne kemi përzgjedhur disa prej tyre. Është detyra jonë që ne të kthehemi te Kurani, ta lexojmë, ta studiojmë, të mendojmë thellë në ajetet e tij, sepse janë fjala e Allahut, krijuesit ton, që i cili na don vetëm të mirën. Nëse do të kapemi pas Kuranit, do të jemi të shpëtuar, do të jemi të lumtur, të udhëzuar, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Ajetet, pra siç e thash, që flasin për rrezikun e ndjekjes së dëshirave janë të ndryshme. Prej atyre ajeteve janë: në ajetin 135 të surës Nisa, Allahu i madhëruar thot, le t'i dëgjojmë me vëmendje, të gjithë të marrim mësimin. Allahu thot:
fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Dhe mos shkoni pas dëshirave e të shtrembroni drejtësinë. Sa e mrekullueshme kjo thënie. Pra ky ajet sqaron pra rrezikun e ndjekjes së dëshirave dhe ky rrezik është trembrimi i drejtësisë, e cila është themeli i jetës sociale në çdo shoqëri, jo vetëm në shoqërinë islame, në çdo shoqëri. Nëse shtrembrohet drejtësia, atëherë zullumi, pra drejtësia pra, do të jetë sunduese dhe do të ambuloj shoqërinë. Siç shikojmë edhe sot. Fatkeqësisht, shumica e shoqërisë njerëzore pra sundohet nga zullumi, nga padrejtësia. Ndërsa në ajetin 26 të surës Sad, kush ka dëshirë le të kthehet, pra le t'i lexojë. Prandaj po japim edhe numrin e ajetit dhe edhe surës ku ndodhet ajeti që flasin për këtë çështje. Pra në ajetin 26 të surës Sad, Allahu i Madhruar thot: Ja Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. O Daud, pra ajeti Allahu i drejtohet pra Hazreti Daudit alayhis salam. O Daud, ne të kemi bërë më këmbës në tokë, prandaj gjyko ndërmjet njerëzve me drejtësi dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave, se ato të largojnë nga rruga e Allahut. Pra, rreziku i madh pra i shkuarjes pas dëshirave dhe pas tekave është se të largon nga rruga e Allahut fuqiplot. Por, cili është rezultati nëse dikush largohet nga rruga e Allahut? Këtë na sqaron përsëri ajeti në vazhdim, ajeti për 26 surës Sad, ku thot: me të vërtetë, domethënë s'ka dyshim, për ata që largohen nga rruga e Allahut dhe ndjekin pra dëshirat dhe tekat e tyre, ka dënim të ashpër, nga që kanë harruar ditën e llogarisë. Është normale pra që ai njeri i cili pason dëshirat e tij, tekat e tij, adhuron dëshirat e tij, ai ka harruar vetveten, ka harruar krijuesin, ka harruar që do të ringjallet dhe do të jap llogari nesër para Allahut fuqiplot. Pra ky ajet, siç e tham, përmban një mësim universal për të gjithë njerëzit, se pasimi i dëshirës dhe i tekave e largon njeriu nga drejtësia dhe nga bindja ndaj Allahut fuqiplot. Në ajetin 23 të surës Gjathije, Allahu i Madhruar thot: Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. A e ke para të që ka bërë dëshirën e vetë Zot të tij, e Allahu e ka humbur duke pasur ai dije, dhe ka vullosur pra dëgjimin dhe zemrën e tij, dhe mbi sytë e tij ka vënë mbulesë. Kush do ta udhëzoj atë pas Allahut? A nuk po merrni këshill? A nuk po mendoni? Ky ajet kuranor na flet për atë njeri
i cili braktis të vërtetën e qëndrueshme dhe ndjek dëshirat dhe tekat e luhatshme, ky lloj njeriu pra i përkushtohet dëshirës së vet dhe i nënshtrohet asaj, bëhet skllav i saj, duke e bërë pra atë pra dëshirën burim i perceptimeve, gjykimeve, ndjenjave dhe veprimeve të tij. Pra gjithçka e bazon pra në dëshirën dhe tekat e tij. Sa të shumë pra janë sot ata njerëz që dëshirën e vet e kanë marrë për Zot të tyre. Ecin ashtu siç i urdhëron dëshira dhe tekat e tyre. Në ajetin 176 të surës Araf, Allahu i madhëruar thot: por ai u mbërthye pas jetës toksore pra në këtë tokë, dhe u dha pas dëshirave të veta. Shembulli i tij, pra i këtij njeriu pra që është dhënë pas dëshirave të veta, shembulli i tij është si shembulli i qenit nëse e ndjek, ai le me gjuhë jashtë, edhe nëse e lë rehat, ai përsëri le me gjuhë jashtë. Çfarë krahasimi pra? Ai njeri pra që jepet ndjek dëshirat e tij pra. Allahu pra në këtë ajet e shëmbllon atë me qenin i cili kur e ndjek ai leh me gjuhë jashtë dhe nëse e lë rahat pra qenin, ai përsëri leh me gjuhë jashtë. Në ajetin 16 të surës Taha, përsëri pra Allahu na flet për rrezikun e ndjekjes së dëshirave. Ku thot: prandaj mos e lër atë që nuk beson në ditën e Kiametit dhe që jepet pas epsheve të veta të nxjerr nga rruga e drejtë, për ndryshe do të humbasësh. Pra në këtë ajet na paralajmëron që të kemi kujdes nga ata persona që ndjekin dëshirat e tyre, sepse ata të çojnë në humbje. Në ajetin 50 të surës Qasas, Allahu i madhruar thot: e nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata janë sklevër të dëshirave të veta. E kush është në humbje më të madhe se ata që udhhiqen nga dëshirat e veta pa udhëzim prej Allahut? Sigurisht Allahu nuk i udhëzon njerëzit zullumqtar, keqbërës pa të padrejtë. Sa i mrekullueshëm pra ky ajet. Sa të shumt janë njerëzit sot sklevër të dëshirave të veta. Edhe nëse i këshillon, ua tregon të vërtetën me argumenta të qarta, përsëri ata nuk pranojnë. Sepse pra, ata janë të zhytur në atë skllavërim e dëshirave të veta, e tekave të veta, dhe nuk dëgjojnë tjetër kënd. Në ajetin 28 të surës Kahf, Allahu i madhruar na thot që mos e dëgjojmë dhe të mos i bindemi ndjekësit të dëshirave të veta. Ajeti thot: wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Mos e dëgjo atë zemrën e të cilit ja kemi lënë mos përfillse. Të shkujdesur pra ndaj përmendjes son, e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në veprimet e veta. Pra ai që ndjek
dëshirat e tij, ai ta i kalon të gjithë kufit e caktuar nga krijuesi, nga Allahu fuqi plot. Edhe nuk do t'ja di a është haram, a është mëkat apo jo. Prandaj, Allahu na thotë që mos e dëgjojmë dhe mos i bindemi atyre pra që ndjekin dëshirat e veta. Në ajetin 43-44 të surës Furqan, Allahu i madhruar na thotë se ai që ndjek dëshirat e veta është më i humbur se kafsha. Dhe ajeti thotë: "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu an aktharuhum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal-an'ami bal hum adallu sabila." A ke parë ti, thot, atë që dëshirën e vet e ka marrë për Zot? A do t'i bëhesh mbrojtës atij? A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë dhe kuptojnë? Përgjigjen e jep vetë Allahu, përsërinë e jep. Ata nuk janë tjetër veç se si bagti. Madje ata janë edhe më të shmangur nga rruga e drejtë. Pra të gjithë ata që ndjekin dëshirat e tyre dhe i marrin dëshirat e tyre për Zot. Pra ndjekja e dëshirave është idhujtari. Sepse ai person pra adhuron tjetër kënd përveç Allahut. Pra ai adhuron dëshirat e tij. Dhe kjo është idhujtari e pastër, shirk, që është ndaluar rrepsisht në Islam. Dhe këta njerëz që marrin dëshirat e tyre për Zot, ta janë më të humbur se baktia. Edhe hadithet e ardhura nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe familja e tij e pastër, Ehli Beiti, paqja qoftë mbi të, flasin për rrezikun e ndjekjes së dëshirave. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Nën këtë qiell nuk ka Zot më i urryer që adhurohet përveç Allahut se dëshira e ndjekur." Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Friksohuni nga pasimi i dëshirës, sepse ajo është armiku më i madh për mendjen." Pra ai që ndjek dëshirat, ai nuk mendon thellë. Pasimi pra i dëshirës është armiku më i madh për mendjen, na thot prisi besimtarëve Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Në një hadith tjetër, Imam Aliu ka thënë: "Dëshirat janë sëmundje vdekjeprurse dhe ilaçi më i mirë i tyre është durimi ndaj tyre." Ato durosh ndaj dëshira dhe tekave. Imam Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Dëshira është kal i verbër. Kush hipën mbi të, ai do të rrozohet." Sa madhështore për ta thënë. Pra ai që ndjek dëshirën e tij është njësoj si kur të ketë hipur mbi një kal të verbër dhe fundi do të rrozohet. Sepse dëshirat janë të verbra dhe e verbojnë pasuesin e tyre akoma më shumë. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Kush vepron sipas dëshirës së vet, shkatërimi i tij është i sigurt." Pra, cili do që vepron sipas dëshirës së tij, tekave të tij, jo sipas asaj që urdhon krijuesi, shkatërimi i tij, thot Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, është i sigurt për atë njeri që vepron sipas dëshirës së tij. Për pasojave të ndjekjes së dëshirave janë: e para, shkatërimi i moralit dhe i mendjes; e dyta, largimi nga e vërteta dhe devijimi nga udhëzimi i Allahut;
E treta, erësimi i zemrës dhe largimi i dritës së udhëzimit prej saj. Dhe e katërta, mbyllja e rrugës së pendimit nëse njeriu nuk reflekton. Të dashur vëllezër dhe motra, sipas mësimeve islame, ndjekja e dëshirave është një nga rreziqet më të mëdha për jetën shoqërore dhe shpirtërore të njeriu. Ajo e largon nga e vërteta, e vërbon nga mendja dhe nga urtësia dhe e çon drejt shkatërimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj, lufta kundër dëshirave, pra lufta kundër vetvetes, është ndër sfidat më të rëndësishme dhe më të mëdha në jetën e një besimtari. Allahu i madhruar në surën Naziat, në ajetet 40-41, na thot, na flet për ata të cilët e kundërshtojnë dëshirën dhe nuk e ndjekin, nuk e pasojnë dëshirën. Allahu thot, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kurse ai që i është friksuar madhështisë së Zotit të tij dhe e ka frenuar veten nga dëshirat, padyshim që do të ketë për streh xhennetin. Ky është fundi e atyre që i shtypin dëshirët e tyre, i frenojnë dëshirët e tyre dhe nuk i pasojnë, nuk i ndjekin dhe nuk i adhurojnë dëshirët e tyre. Pra fundi i këtyre njerëzve pra është xhennet. Nësa fundi i atyre që ndjekin dëshirët e tyre është xhehenem. Qofshin prej besimtarëve të sinqert të Allahut fuqiplot, qofshin prej atyre që i kundërshtojnë dëshirat, durojnë ndaj tyre dhe e luftojnë veten e tyre, e llogarisin veten e tyre, dhe qofshim inshallah prej banorëve të xhennetit. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.